Një hije skandali ka dalë në media. Prokuroria e posaçme ka marrë revansh dhe mendon se mund të nënshtrojë këdo politikën, krimin, qytetarët edhe mediat. Teksa nga njëra anë vetë prokurorët dhe stafi nxjerrin dosje të caktuara, duke u dhënë gazetarëve të caktuar, ata të tjerët që punojnë me zotësi duhet të ndëshkohen sipas SPAK. Pak ditë më parë u mbajt në kushtetuese seanca ndaj gazetarit Elton Qyno, i cili ka ankimuar sekuestrimin e telefonit dhe mjeteve të tjera të punës nga ana e SPAK, e cila e akuzon për nxjerrje të sekretit hetimor, por në seancë ka pasur një moment që ka nxjerrë zbuluar SPAK. Kjo e fundit përfaqësohej nga prokurorët Ols Dado dhe Bledar Maksuti, të cilët kanë dhënë leksione gazetarie, duke harruar që janë prokuror dhe jo pedagog. Maksuti këmbgul se Elton Qyno ka shkelur ligjin pasi sipas tij ai nuk u ka marrë leje për materialet që ka nxjerrë. Skandali është se ai shpreh se gazetarët kur kanë dokument ekskluziv duhet marrin leje nëse duhet të publikojnë apo jo. Madje ai pranon se ka patur gazetarë që e kanë bërë një gjë të tillë. Më duket se po të i kaloni pak kompetencat dhe po nënshmoni rolin e dëshmitarit, ku gazetari bën një nënshmim në shkrim sa është i vërtet dëshmitari dhe a e ka hetuar prokuroria për trafik armësh. Shkrimi mos është për të raportimit dhe hyrja në kompetenca që nuk i takojnë gazetarit. Kemi pasur raste kur gazetarët e Kronikës së Zezë kanë patur informacione dhe kanë ardhur na kanë kontaktuar. Ky informacion është i vërtet apo jo dhe a mundem ta publikoj dhe a ju prish punë apo jo? Jemi në kushtet e praktikës apo është detyrim ligjor, thot Olta Zaçaj. Nuk po flasim për detyrim ligjor, po flasim për një detyrim etik, përgjigjet Bledar Maksuti. Deklaratat e tij janë në kufirin e skandalozes. Si mundet që një gazetar të marrë leje tek SPAK që të prish ty punë ta nxjerrun këtë dokument apo jo? Në SBA u nxorën sekrete ushtarake dhe plane lufte dhe nuk i kërkoi njëri llogari gazetarit sepse e bëri. SPAK duhet na tregojë se si ka mundësi që pas çdo mase arresti, dosjet hetimore dalin në të njëjtën kohë në media. Pse kur i intereson gazetarët duhet i publikojnë dhe kur nuk u intereson ata duhet i zhdukin? SPAK duhet ta di se nuk është as Ama dhe as Pronar Mediash, secili gazetar e di vetë se çfarë publikon dhe nuk ka se si të marrin më parë leje.